Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku zbulon sekretin. Ja sa orë duhet të flenë të moshuarit për të jetuar sa më gjatë. Gjumi ze rreth 1/3 e jetës së secilit prej nesh dhe është thelbësor pasi siguron një aktivitet të mirë mendor dhe fizik. Mungesa e tij mund të shkaktojë lodhje kronike, ulje të vëmendjes dhe përqendrimit, madje dhe nervozizëm. Por më tepër, pagjumësia e zgjatur mund të ketë efekte të dëmshme për shëndetin. Ulëntimi i kryer nga Fundacioni Kombëtar i Gjumit në SBA identifikon oraret e rekomanduara të gjumit për grup mosha të caktuara, duke treguar kohën e përshtatshme të rekomanduar dhe jo të rekomanduar. Nga 6 deri në 13 vjeç, djemt dhe vajzat e kësaj moshe shkollore kanë të nevojshme për shumë orë gjumë se pjesë të tjera të popullatës. Për këtë grup moshe, studiuesit e Fondacionit Kombëtar të Gjumit rekomandojnë nga 9 deri në 11 orë gjumë. Nga 14 deri në 17 vjeç, adoleshentët e kësaj grup moshe duhet të flenë minimalisht 8 deri në 10 orë gjumë, por edhe oraret të variojnë nga 7 deri në 11 orë janë të pranueshme. Megjithatë, shkencëtarët nuk e konsiderojnë të përshtatshme të flenë më pak se 7 orë dhe më shumë se 11 orë. Nga 18 deri në 25 vjeç, të rinjt midis moshës 18 dhe 25 vjeç duhet të flenë në mënyrë ideale midis 7 dhe 9 orë gjumë, por një pushim prej 6 deri në 10 ose 11 orë konsiderohet gjithashtu i përshtatshëm. Në vend të kësaj, nuk duhet të pushoni për më pak se 6 orë dhe më shumë se 11 orë. Nga 26 deri në 64 vjeç, gjumi i rekomanduar për këtë grup moshe është nga 7 deri në 9 orë gjumë. Minimumi 6 dhe maksimumi 10 orë gjumë konsiderohen gjithashtu të përshtatshme. Më pak se 6 orë më shumë se 10 orë nuk rekomandohen. Për personat mbi 65 vjeç, për subjektet e një grupi kategori moshe të tillë, mjaftojnë 7 ose 8 orë gjumë. Megjithatë, studimet nga Fundacioni Kombëtar i Gjumit në SBA i konsiderojnë gjithashtu të pranueshme kohët që variojnë nga 5 deri në 9 orë gjumë. Nuk rekomandohet të flini më pak se 5 orë gjumë dhe më shumë se 9 orë gjumë. Gjithashtu, për çdo ndryshim të mundshëm që keni ose vuani nga shqetësime të ndryshme të shëndetit, gjumi duhet të bëhet gjithashtu edhe në bazë të përmirësimit të dietave tuaja. Për të shmangur problemet të ndryshme të trupit, nuk duhet të neglizhoni gjumin. Gjumi është çelësi kryesor i rigjenerimit të organizmit dhe mungesa e theksuar e tij do të krijojë shqetësime të ndryshme në shëndet, madje deri në krijimin e sëmundjeve. Për të përmirësuar cilësinë e gjumit, duhet të bazoheni gjithashtu edhe te një sër produktesh sa më natyrale. Gjatë ditës, të gjithë harxojmë shumë energji, kështu që ju duhet një gjumë i mirë. Por shpeshherë kemi të vështirë të flenë. Në rastin e të rriturve rekomandohet që të flenë 7 deri në 9 orë gjumë rresht në mënyrë që trupi dhe mendja të shërohen më mirë. Sidoqoftë, nëse keni probleme të bini në gjumë, duhet të dini që, për fat të mirë, ekzistojnë produkte natyrale që mund të përshpejtojnë gjumin. Sipas WebMed, do të rendisim disa nga ushqimet, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në sjelljen e gjumit. Qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë më të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjenjën e lumturisë dhe mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore, pasi mund të nxjisë gjumin edhe te ata që vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji i mentes. Çaji i mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Mentet gjithashtu zvogëlojnë intensitetin e tyre duke lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për t'u marrë parasysh. Lëngu i qershive. Lëngu i qershive si qumshti përmban triptofan, prandaj mund të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet efektive për ta luftuar atë, duke siguruar kështu më shumë orë gjumi gjatë natës. Edhe qumshti i arrës së kokosit mund të sjellë rezultate pozitive në këtë aspekt. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium.
dy minerale që janë të afta të relaksojnë muskuj dhe të sigurojnë një gjumë të mirë. Përveç kësaj, zvogëlon presionin e gjakut, entje në veshka, falë sasive të mëdha të elektroliteve natyrore, ndihmon trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet. Bananet. Bananet përmbajnë gjithashtu triptofan, përveç dy mineraleve kryesore në relaksimin e muskujve, kaliumit dhe magnezit. Ky frut ka efekte qetësuese që fokusohen në mënyrë integrale dhe zvogëlojnë stresin fizik. Gjithashtu, sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon në një ndjenjë të ngopjes, gjë që rrit dëshirën për të fjetur. Çaji i jeshil. I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi shumë e mirë. Sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, ai me dekafein është alternativa më e mirë. Ky çaj ju relakson dhe largon stresin, duke ju ndihmuar të flini më shumë, më qetë gjatë natës. Qumshti i bajameve. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë të thellë. I pasur me magnez, qumshti i bajames ka prova të jetë shumë efektiv kur bëhet fjala për nxitjen e gjumit. Si qumshti i lopës, qumshti i bajames ka triptofan dhe falë kësaj, trupi mund të prodhojë melatonin. Ky hormon është thelbësor për të rregulluar oraret e gjumit dhe kjo është një arsye pse shumë njerëz me pagjumësi kronike priren të marrin shtesa të melatoninës për të fjetur si duhet. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit ka efekte zbutëse në trup. Zakonisht rekomandohet për dhimbje në stomak pasi mund të ndjejë tretjen dhe lehtësimin e tensionit të brendshëm. Sidoqoftë, kamomili ka provuar të jetë shumë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit, siç janë për shembull pagjumësia dhe ankthi. Spinaqi. Kjo berime jeshile është e pasur me magnez si një mënyrë natyrale relaksuese nervave dhe muskujve, për të qetësuar trupin dhe për të nxitur gjumin. Magnezi ndihmon gjithashtu në parandalimin e ngërçeve në këmbë, një nga shkaqet e zakonshme të zgjimit natën. Përveç kësaj, spinaqi do të ofrojë përfitime të larmishme në dobi të shëndetit tuaj. Ekspertët e cilësojnë spinaqin si një nga zgjidhjet më të mira për shëndetin. Dhe nëse doni që të keni edhe një gjumë më të mirë, atëherë duhet ta pasuroni sa më shumë produkte. Gjalpi i bajameve gjithashtu mund të jetë aleati juaj më i mirë i gjumit. Bajamet dhe arrat janë të pasur me magnez dhe aminoacide triptofan që ndihmojnë të bëni një gjumë më të qetë. Këto fruta të thata janë gjithashtu të pasur me kalium, vitaminën B, të cilat rrisin ndjeshëm efikasitetin e gjumit. Qershit. Qershit janë një ushqim fantastik që ju ndihmon të flini më mirë. Ato përmbajnë antioksidant melatonin që qetësojnë sistemin nervor dhe kështu ndihmojnë kundër pagjumësisë dhe dhimbjeve të kokës. Gjithashtu, shkencëtarët nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ju ndihmon të flini gjumë. Ulëntimet e tyre kanë treguar se të anketuarit kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më gjatë pasi pinin çdo ditë 2 gota me lëng qershie. Kivi. Kivi është i pasur me fitokimikate të cilat janë antioksidant të fuqishëm që nxisin gjumin. Kivi është i pasur me serotonin, ashtu si dhe ananasi, bananet, kumbullat, arrat dhe domatet. Por për shkak se serotonina nuk mund të kapërcej barierën gjak-tru, përmbajtja e lartë e antioksidantëve të frutave është përgjegjëse për një gjumë më të mirë. Studimet tregojnë se një gjumë i parehatshëm është i lidhur me nivele më të ulta të antioksidantëve. Salmoni. Nëse vuani nga pagjumësia, do të ishte më mirë të konsumoni salmon. Ekspertët kanë konstatuar se personat që konsumojnë këtë lloj peshku bëjnë një gjumë më të mirë dhe zgjohen më rrallë gjatë natës. Gjithashtu, salmoni ka përmbajtje të lartë të omegës 3 e vitaminës D, të cilat do të ndikojnë ndjeshëm në përmirësimin e cilësisë së gjumit. Gjithashtu edhe qiqrat janë një zgjidhje shumë e mirë. Ato janë plot me vitaminë B6. Kjo kërkohet nga trupi në mënyrë që të jetë në gjendje të prodhojë melatonin. Qiqrave nuk ju mungon as kalciumi dhe magnezi. Ky kombinim i bën ato të përsosura për mbrëmjen kur shpresoni për një gjumë më të mirë. Pasurimi i dietës suaj me produkte sa më natyrale do të jetë çelësi për të përmirësuar cilësinë e gjumit dhe do të evitojë gjithashtu pagjumësinë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.